Jemi pikërisht në vendin ku mbrëm rreth orës 19 në fshatin Balaj të komunës së Ferizajt ndodhi një vrasje e rëndë ku si pasojë të shtënave me armë zjarri ka ndrruar jetë edhe Ibrahim Ramusaj, pra shtëpia e të cilit tani më gjendet prapa meje siç po shihet edhe në pamje. Kujtojmë se sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, pra rasti ka ndodhur pikërisht rreth orës 19 ku është arrestuar edhe i dyshuari mashkull kosovar, i cili menjëherë është paraqitur në stacionin policor për të raportuar për rastin të cilin edhe e ka shkaktuar. Po ashtu trupi i viktimës është dërguar për obduksion. Jo zyrtarisht, të kujtojmë mësohet se vrasja apo motivet që kanë dërguar deri tek vrasja janë motivet për shkaqe pronësore, derisa viktima ka pësuar lëndime të rënda me armë zjarri ku është goditur nga 4 plumba nga djali i agjes së tij. Deri më tani, pra jo zyrtarisht nuk është konfirmuar ende shkaku i vrasjes e cila ka ndodhur pra në këtë fshat të Ferizajt, mirë po ajo që ka dihet deri më tani është se viktima dhe dërrasi janë djemë të agjes dhe shtëpitë e tyre janë pikërisht në këtë pamje të cilat tani edhe po i shihni. Po ashtu Policia e Kosovës sot ka patrulluar këtu dhe ka të qëndruar tërë ditën për arsye të sigurisë duke kontrolluar çdo hyrje dalje të cilën qytetarët e kanë pasur në këtë rrugë.